e pas kanë vra e i vraft Allah. Thot, po pse nuk pyesin kur nuk din? Kështu që njeriu do të me pat parasysh, me pat në rrethin e tij dikon që konsultohet çështjet fetare, dikon që është i besueshëm, dikon që është i devotshëm. Pejgamberi alayhis salam për rasteve të ralla kur pejgamberi sa ka mallku, është pikërisht rasti kur njerëz kanë folë në fenë e Allahut pa dije. Ka qenë një anën për lutrave një sahabi, ka qenë i plagosur në kokë. Edhe të nesërmën kur po zgjohet i papastër xhenop, edhe i thot shokëve ti, a më lejohet mu me marrë tejmum, se kam plagën në kokë, a bën me marrë tejmumën e mos me marrë gusull? Atëherë shokët e tij i thonë jo, uji është, ti ke mundësi me marrë gusull, pse thotë me marrë tejmum? Edhe ai fillon e merr gusull, edhe në momentin kur e kthen ujin në kokë, i shkaktohet gjakderdhje. Derisa i rëndohet gjendja, edhe ky sahabi u vdes. Kur i arrin lajmi pejgamberit alayhis salam, ai e lëviz kokën e tij dhe thot: "Qataluhu qatalahumullah." E pas kanë vra e i vraft Allah. Thot, po pse nuk pyesin kur nuk din? Thot, ati i kish mjaftu vetëm tejmumi. Pra pejgamberi sa mi ka mallku pse se shkaku i fetfasë të tyre, i dijes së pak të tyre, e kanë marrë në qaf njerën edhe ja kanë shkaktuar vdekjen e një sahabiu. Sot fatkeqësisht jemi sprovuar me disa njerëz që nashta tajwidin e Kuranit nuk e dinë. Elifin, shkronjat nuk i dinë, edhe folin për çështje madhore të dinit.